Njerëzimi në mbar botën ka nevojë të jetë sa më afër dhe të harmonizuar me njëri tjetrin. Ky ishte mesazhi kryesor i Muftiut të Lezhës, Sadedin Kotri, në kuadër të nisjes së muajit të madhërueshëm të Ramazanit. Sipas tij, kjo periudhë duhet të vlerësohet nga çdo besimtar, duke reflektuar mbi vlerat e solidaritetit, paqes dhe mirëkuptimit. Ai theksoi se gjatë këtij muaji të shenjtë duhet ju vim sa më shumë në ndihmë familjeve në nevojë dhe të tregojmë më tepër kujdes për njëri tjetrin. Padyshim që ky muaj është muaj i shumë pritur, ky muaj është një muaj i begat, ky muaj është një muaj që çdo njeri duhet ta vlerësojë për shpirtin e tij, për trupin e tij, për mendjen e tij dhe për çdo gjë tjetër, sepse është një muaj hyjnor, është një muaj që ka vlerësuar vetë Zoti fuqiplot, është një muaj që çdo njeri, pra siç e tham, është dhe duhet ta vlerësojë këtë muaj të begat, duke fituar dhe duke shpresuar kënaqësinë e krijuesit të tij. Muaji madhërueshëm i Ramazanit, një ndër gjërat më kryesore që ka dhe që sjell në harmoninë ndërnjerëzore, është edhe ndihma pra ndërnjerëzore, është edhe ndihma për njëri tjetrin, është ndihma edhe për të varfrin, për të vëbektin, është edhe ndihma për atë që ka nevojë, sepse profeti jon i nderuar Muhamedi alayhis salam thot edhe një largim, diçka që ndodhet në rrugë për të bërë që njerëzit të kalojnë sa më thjesht dhe sa më lehtë në një rrugë, largimi i diçkaje për është një sadaka, është një ndihmë, po ashtu në një vend tjetër thot që edhe buzëqeshja është një ndihmë dhe një ndihmesë për atë tjetrin. Por ne mos të mjaftohemi thjesht me diçka të vogël, por të synojmë më të mirën, të synojmë atë që njeriu ka nevojë, me të vërtetë sot bota ka nevojë që të jemi sa më afër me njëri tjetrin. Njerëzimi ka nevojë që të jemi më të harmonizuar me njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin pavarësisht gjuhës, pavarësisht vendit, pavarësisht kulturës apo ngjyrës apo diçka tjetër. Njeriu duhet të di që para Zotit është njësoj me atë tjetrin dhe së fundmi Allahu fuqiplot na tregon dhe na mëson që më i miri ndër jush thot është ai që ndihmon të tjerët dhe jeton për të tjerët, padyshim kjo për hir të krijuesit të tij, Zoti ju bekatoft. Që në ditën e parë të muajit të Ramazanit është vënë re një prezencë e shtuar e besimtarëve në xhaminë e qytetit të Lezhës. Ata janë falur gjatë orëve të mbrëmjes dhe të mëngjesit, duke adresuar lutjet e tyre për më shumë paqe, shëndet dhe begati në familjet e tyre.